Shtëpia u mbulua nga një heshtje e rëndë në momentin kur Labi nuk arriti më t'i mbante emocionet brenda vetes. Gjithçka nisi pas një fjale të thënë pa qëllim, një përmendje që preku plagën më të thellë të shpirtit të tij, nënën e ndjerë. Në atë çast, gjithë forca që ai kishte treguar deri atëherë u shua dhe vendin e saj e zuri dhimbja e pastër, e pambrojtur, ajo dhimbje që nuk njeh kohë dhe nuk shërohet kurrë plotësisht. Lotët nisën t'i rrëshisnin pa ndalim. Zëri ju thye dhe frymëmarrja ju rëndua. Ai u përkul paksa, sikur pesha e kujtimeve t'i kishte rënë mbi shpatulla. Nuk ishte thjesht një reagim momental, por një shpërthim emocionesh të mbledhura për një kohë të gjallë. Malli për nënën, mungesa e saj dhe boshllëku që ajo kishte lënë, u rikthyen me gjithë forcën e tyre. Bia, sapo e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, u ndal. Fytyra e saj ndryshoi menjëherë nga befasia në pendes të thellë. Pa hezituar, ajo ju afrua Labit me hapa të kujdesshëm, duke e respektuar dhimbjen e tij. Me zë të dridhur dhe sy të mbushur me keqardhje, ajo i kërkoi falje. I shpjegoi se nuk kishte pasur kurrë qëllim ta lëndonte dhe se fjalët i kishin dalë pa menduar se çfarë mund të shkaktonin, por për Labin, ajo falje nuk mjaftonte për të ndalur lotët. Ai vazhdonte të qante, pa pushim, sepse dhimbja për nënën e humbur nuk shuhet me një kërkim faljeje. Sa do i sinqert të jetë. Çdo lot ishte një kujtim, një mungesë, një dëshirë për ta pasur edhe një herë pranë. Ishte një dhimbje që dilte nga thellësia e shpirtit dhe që kërkonte vetëm të ndiej, jo të ndalej. Banorët e tjerë mbetën të ngrirë. Askush nuk guxonte të fliste. Disa ulën kokën nga respekti, disa të tjerë kishin lot në sy. Ishte një moment që i bëri të gjithë të reflektonin, një kujtesë e fortë se pas buzëqeshjeve, debateve dhe lojës, fshihen histori personale, humbje dhe plagë që duhen trajtuar me shumë kujdes. Labi qëndroi aty, duke qarë, pa u përpjekur ta fshehë dhimbjen e tij. Për herë të parë, ai u lejua të ishte i dobët. Të çrë.